Fillimisht, zonja Gaxheri, si e pat një vendim të tillë nga ana e presidentës vendit Vjosa Osmani, pra që të shpërndahet kuvendi me që nuk arrit të zgjidhet presidenti 30 ditë para se të njëjtës pra Osmani të përfundoj mandati i saj? Bazuar në Kushtetutën e Republikës Kosovës, vendimi i presidentes Vjosa Osmani ka qenë kushtetues, dhe natyrisht e kemi prit mirë, edhe pse unë kom pas pamendje që mund të mos ndodhi gjë e tillë, sepse shumë shpesh brenda këtij mandati të presidentes dhe mandatit të kaluar të kryeministit Kurti, kemi pa herë përplasje, herë mbështetje edhe kur nuk është dashur të mbështetet. Kështu që nuk e kemi, unë për vete, nuk kom pas krejt të qartë se çfarë do të ndodhë. A vërtet do të zbaton dhe respekton presidentja kësaj radhe Kushtetutën, apo është po fshihet diçka pas këtyre ngjarjeve që vërtet të gjithëve na ka zënë si në habi. Megjithatë, unë e konsideroj se edhe vjen mirë që presidentja kësaj radhe ka marrë vendim kushtetues, situata normal që nuk është prap e qartë për të gjithë neve, prap duhet të presim pasi që është apeluar në gjykatën kushtetuese nga vetëvendosja rasti, dhe na duhet të presim tash një përgjigje nga gjykata kushtetuese. Por mund të shtyhet disa ditë, por natyrisht që vendi po shkon drejt zgjedhjeve. Vendin zoti Kurti po e dërgon mbrenda një viti për të 5-ën herë në zgjedhje. Zonja Gaxheri, ka qenë e pritshme që lëvizja vetëvendosje të drejtohet gjykatës kushtetuese për një vendim të tillë nga ana e presidentës së vendit Vjosa Osmani, për atë mos ketë pajtueshmëri sikurse që pati të partive opozitare? Po zonë nderuar, neve të gjithë qytetarët e dim se ende pa ndodhur, pa nis procedura për të zgjedhur presidentin e Republikës Kosovës, ne kemi pas deklaratat e vetë zotit Kurti, që ai ka parashikuar që mund të shkojmë në zgjedhje. Edhe kemi pas edhe deklarata nga zyrtarë të tjerë nga vetëvendosja se ne mund të shkojmë në zgjedhje, në qoftë se nuk do bëhen votat e mjaftueshme, në qoftë se nuk do të bëhen marrëveshje, siç ka ndodhur gjithmonë në Republikën e Kosovës, marrëveshje mes partive politike, sepse nuk mund të ndodhë që një parti politike të ketë në kontroll gjitha sistemet nga presidenca në qeveri, në kuvend, e pastaj kjo derivon edhe gjykatën kushtetuese kështu me radhë. Aq më pak kur ne shohim një prirje teje të dëmshme e teje autoritative, siç është zoti Kurti. Dhe ne një gjë të tillë, si opozitë, po flas si PDK, nuk është që edhe kemi prit, sepse kemi mendu se zoti Kurti duhet të reflektoj, duhet të vijë keq në aspektin spaku etik nga ky vend e nga ky popull, që ta dërgojmë prap në zgjedhje, duke pas parasysh shpenzimet, duke pas parasysh kohën për të cilën Kosova ka shumë nevojë, duke pas parasysh zhvillimet brenda Kosovë dhe zhvillimet në aspektin global. Dhe sinqerisht, përkundër skandaleve, përkundër veprimeve të ndryshme që ka bërë qeveria Kurti, kësaj radhe unë kom dashur të besoj se nuk do ta bëj një gjë të tillë. Si LDK jemi munduar të japim maksimalisht kontributin që vërtet mos të ndodhë një gjë e tillë, dhe nuk është që jemi të lumtur që po shkojmë në zgjedhje, por nuk ka zgjidhje tjetër. Nuk ka zgjidhje tjetër, ne duhet të shkojmë në zgjedhje, dhe kësaj radhe konsideroj se ka rënë shumë maska, për shkak se ju e dini, ma pak se para një viti, zoti Kurti, edhe pse e ka dërguar vendin në zgjedhje, ai ka arritur të fajsoj opozitën. Dhe këtë faturë më së keq ka pagu LDK-ja. Dhe kësaj radhe, dua me besu tek populli im që në momente të caktuara ka ditë merr orientim, edhe kësaj radhe duhet të jap orientim Kosovës dhe mos ta lëjmë në situatën çfarë është. Kërkojmë nga çdo qytetar i këtij vendi të reflektoj, ta shiqoj mirë se çfarë lojrash. Besoni zonja Gaxheri që edhe kësaj radhe